është e papranueshme që ne të synojmë të ngjitemi më lart si një vend turistik dhe të besojmë që ne mund ngjitemi më lart thjesht dhe vetëm duke mirëmbajtur atë që kemi. Dhe duke pranuar këtë kategori ku jemi. Kategoria ku ne jemi sot është një kategori që duhet me patjetër ta lëmë mbrapa, sepse përndryshe do të na vëri poshtë si vend turistik, turizmi masiv. Dhe ndërkohë diversifikimi i portofolit të ofertës tonë është domosdoshmëri për të ne kemi filluar dhe do të hyjmë tash në një fazë të krijimit të një kompanie mes Fondit Shqiptar Zhvillimit dhe bashkive për të furnizuar bashkitë duke filluar nga ato që janë me bashkitë që kanë fluksin më të madh të turistëve me autobus të një gjenerate të re. Autobus elektrik, të cilët do duhet të plotësojnë shumë nevoja të rritura sidomos gjatë sezonit dhe pastaj hap pas hapi të krijojmë lidhjen rajonale, të krijojmë intermodalitetin. Një tjetër komponent i programit janë parkimet. Nuk mundet më që ne të mos hymë në një fazë komplet të re të ndërtimit të parkimeve në qytete. Nën toksore, mbi toksore, me të gjitha ato formula që u paraqiten këtu dhe programin e kanë plotësisht funksional, besojmë ne. Tjetra është që është e rëndësishme, është gjithçka do të bëjmë me ekonominë në sensin e fuqizimit të subjekteve vendore. Nga SHBB-t që po krijohen 33 SHBB nuk janë pak, por duhet kemi më shumë akoma. Tek programi për mbështetjen e të gjitha bizneseve të vogla dhe të mesme me garancinë sovrane, programi dyfisho biznesin tënd, që do të lançohet dhe do të hapi dyert e bankave për të gjithë ata që duan financim për të dyfishuar kapacitetet e tyre në të gjithë territorin. Tek startupet, ku zoti Demo kishte një të dhënë paksa të pa updateuar, që nuk është në natyrën e tij të mos jetë updateuar, po nuk është më 85%, po 75%